أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Falëndrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Salavatet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues të nderuar, kur besimtarët musliman të kalojnë urën e siratit dhe të arrijnë në portën e xhenetit, disa njerëz nuk do ta kenë fatin ta përjetojnë atë kënaqësi, pasi do të bien prej urës për në zjarrin e xhehenemit. Në të sigurisht do të përfundojnë të gjithë ata që nuk besuan në fenë e Zotit dhe ligjin hynor të tij. Por në të do të përfundojnë edhe disa musliman të cilët nuk kanë qenë të nështruar fesë islame siç kërkon ajo. Ne si besimtar musliman e kemi të domosdoshme besimin dhe bindjen në ekzistencën e xhehenemit dhe xhenetit, të cilat përfshihen në 6 kushtet e imanit, kurse mohimi I tyre është mohimi I fesë. Edhe pse xhehenemi dhe xheneti janë jashtë mundësisë së perceptimit ton logjik dhe kapacitetit ton për të kuptuar ekzistencën e tyre, ne duhet të jemi të bindur se Zoti ka krijuar ato dhe se Zoti përmes tyre do të shpërblejë dhe dënoj. Imam Ebu Hanife thot, xheneti dhe xhehenemi janë të krijuar aktualisht dhe kur nuk do të shkatërrohen. Kurse Imam Tahawiu thot, xheneti dhe xhehenemi janë të dyja të krijuara. Gjithsesi, ato as nuk shpërbohen, as nuk marrin fund. Zoti I krijoi parajsën dhe ferin përpara krijimit të botës. Ai më pas krijoi banues për të dy vendbanimet. Ai pranon në parajsë çdo që dëshiron me mëshirën e tij dhe dënon në ferr çdo që dëshiron me drejtësinë e tij. Në Kur'an xhehenemi përmendet në 154 vende, që nënkupton se është prej fakteve që shpesh përsëritet dhe obligon besimin e paluhatur në të. Xhehenemi është I përgatitur për pabesimtarët. Thot Allahu xhaleshanuhu në disa ajete kuranore, Bismillahirrahmanirrahim, uiddat lil kafirin, I përgatitur për pabesimtarët. Po ashtu këtë e mbështet edhe hadithi që transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Uzurën xheneti dhe xhehenemi, në mes tyre dhe xhehenemi tha: tek unë gjenden shumica e kryelartëve dhe të fuqishmëve. Ndërsa xheneti tha: përse te unë gjendet vetëm I dobti dhe I vobekti prej njerëzve? Pastaj Allahu I tha xhenetit: ti je mëshira ime, nëpërmjet teje unë I tregoj mëshirë atij që dëshiroj. Pastaj ju drejtua xhehenemi duke I thënë: ndërsa ti je ndëshkimi im, nëpërmjet teje dënoj atë që dëshiroj, dhe është caktimi im që secili prej jush ta ketë hisën e vet. Sa I përket zjarit, ai nuk do të mjaftohet derisa Zoti t'ia vendoj këmbën, ndërsa ai do të thotë mjafton, 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 a ai do të palohet njëra mbi tjetrën, kurse Zoti asnjë krijesë të tij nuk I bën padrejtësi. E sa I përket xhenetit, atë Allahu xhaleshanuhu do ta mbush me krijesa tjera. Xhehenemi është ekzistent dhe ai nuk do të shkatërrohet, pasi është I përhershëm, njëjtë siç janë edhe banorët e tij. Allahu xhaleshanuhu nuk e ka krijuar xhehenemin për ta shkatruar, por se për të qenë I përhershëm. Thot Zoti në Kur'an, në ajetin 27 të surës Yunus dhe në disa vende tjera. Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Ata janë banorë të zjarit, ku do të jenë përgjithmonë. Po ashtu, këtë e përforcon edhe hadithi në të cilin tregohet se Zoti pasi e krijoi xhenetin dhe xhehenemin, e urdhroi Xhibrilin a.s. që të shkojë dhe të shohë se çka ka krijuar. Me këtë bëhet me dije se ato ekzistojnë, sepse sikur të mos ekzistonin, Xhibrili a.s. nuk do të kishte çka të sheh. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur Allahu krijoi xhenetin dhe zjarin, e dërgoi Xhibrilin te xheneti duke I thënë: shko dhe shih se çka kam përgatitur për banorët e tij. Atëherë Xhibrili shkoi në xhenet dhe pa çfarë kishte përgatitur Allahu për banorët e xhenetit. Kur engjëlli u kthye te Allahu tha: pasha madhrin tënde, askush nuk ka për të dëgjuar për të e të mos hyjë brenda. Atëherë Allahu urdhroi që xheneti të rrethohet me vështirësi dhe I tha Xhibrilit: kthehu dhe shikoje përsëri. Meleku shkoi përsëri në xhenet dhe e pa se që I rrethuar me vështirësi.
Dhe kur u kthye te Allahu tha: "Pasha madhrin tënde, friksohem se askush nuk do të hyjë në të." Atëherë Allahu ju drejtua përsëri Xhibrilit dhe i tha: "Shko te zjarri dhe shih se ç'kam përgatitur për banorët e tij." Kur e pa Xhibrili zjarin, pas se ishte i ndërtuar në shtresa 1-1, u kthye te Allahu dhe tha: "Pasha madhrin tënde, ai që do të dinte për të, nuk do të dëshironte të hyjë në të." Atëherë Allahu urdhëroi që të rrethohet me kënaqësi dhe i tha Xhibrilit: "Kthehu në të." Ai u kthye dhe tha: "Pasha madhrin tënde, friksohem se askush nuk do t'i shpëtoj hyrjes në të." Nga kjo që u tha më lart, shohim se xheneti është i rrethekuar me gjëra që epshi njeriu priton t'i realizoj, kurse xhehenemi është i rrethuar me gjëra të cilat epshi njeriu dëshiron t'i bëj. Për këtë përpos hadithit të lartë përmendur, e kemi edhe hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Është rrethuar xhehenemi me epshe, kurse xheneti është rrethuar me gjëra të papëlqyeshme për epshin." Dënimin e xhehenem do ta përjetojnë edhe shpirti edhe trupi, pasi që të dy bashk i kanë realizuar të gjitha veprat negative. Dëshmi për këtë fakt janë ajetet kuranore ku Zoti tregon se banorët e zjarrit do të kenë djegje, lëkurash, ushqime dhe pije, që të gjitha këto aludojnë në trupin, sepse shpirti është i panevojshëm për këto elemente. Xhehenemi në Kur'an përshkruhet se ka 7 dyer apo shtresa, ku çdo njëra shtresë i ka banorët e vet, të cilët marrin dënimin në bazë të veprave që kanë realizuar në këtë botë. Thot Zoti në ajetin 44 të surës Hijr: Bismillahirrahmanirrahim. Laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Ai, xhehenemi ka 7 dyer, çdo njëri prej tyre ka shtegun e caktuar. Imam Ali radhiyallahu anhu ka thënë se xhehenemi ka dyert njëra përmbi tjetrën, duke filluar prej te e para deri tek e fundit. Ibn Jurayji në koment të këtij ajeti ka thënë: "E para prej tyre quhet xhehenem, pastaj ledha, më pas hutame, më pas seir, më pas saqar, pastaj xhehimi dhe në fund hawje, kurse Abu Jahli është në xhehim." Edhe Imam Suyuti e përcjell këtë radhitje dhe sqarim nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dahakun në sqarim të kësaj thot: "Një derë është për jehudët, një derë për krishterët, një derë për sebejët, një derë për mexhusët, një derë për mushrikët prej arabëve, një derë për munafikët dhe një derë për besimtarët në tauhid. Por ata do të dalin prej aty dhe më askush nuk do të delë prej aty asnjëherë." Zoti përmend të gjitha këto emra në Kur'an dhe tregon për dënimet që gjenden në të për banorët e vet. Zoti e përmend me emrin xhehenem në surën Nisa në ajeti 55 ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ndërta ka pasur që i besuan, por ka pasur edhe që u shmangën prej tij. Atyre u mjafton xhehenemi i këndellur. Kurse në ajetin 71 dhe 72 të surës Zumar tregon bisedën e banorëve të tij me rrojën e dyerve të saj, ku thot: "Ata që kanë mohuar do të hudhen në xhehenem në grupe, e kur të arrijnë aty, dyert e tij do të hapen, kurse mbikëqyrësit e tij do të thonë: A nuk ju kanë ardhur nga mesi juaj pejgamberët e tu lexojnë ajetet e Zotit tuaj dhe tu tërheqin vërejtjen për ballafaqimin tuaj me këtë ditë?" Ata do të thonë: "Po si jo, mirë po fjale e dhënë për dënim që moti zbatohen ndaj pabesimtarëve." Do të thuhet atyre: "Hyni në dyert e xhehenemit, aty do të jeni përgjithmonë, sa vend banim i tmerrshëm për mendje mëdhtë." Me këtë emër përmendet edhe në shumë vende tjera. Shtresa e xhehenemit me emrin ledha përmendet në ajetin 15 dhe 17 të surës Ma'arij, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha ledha. Jo, kurse si, ajo është ledha, është flak, është që heq kapakët e kokës, që e thërret atë që është zbrapsur e larguar prej besimit. Me emrin hutame përmendet në ajetet e surës Humaza, ku thot: Mjerë për se cilin që ofendon dhe përqesh, që ka tubuar pasuri dhe që ata e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëj të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort, që depërton deri në loqë të zemrës. Ai i mbyll ata dhe u azë frymën, të lidhur në pranga.
Me emrin Sa'ir përmendet në shumë vende, prej tyre në ajetin 10 të surës Nisa, ku tregon se ata që han pasurinë e jetimit do të kenë vendbanim Sa'iri. Me emrin Saqar përmendet në 4 vende në Kur'an, kurse më detajisht mund të shihni në ajetin 48 të surës Kamar dhe në surën Mudaththir, ajetin 26, 27 dhe ajeti 42. Kurse me emrin Jahim përmendet në 26 vende në Kur'an. Dhe në fund përmendet Hawiye, që këtë emërtim e hasim në surën Qari'a, ku në ajetet 8 dhe 11 të kësaj sure Zoti thot: ndërsa ati që ka peshorën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij është në Hawiye. E ç'është ajo që të njoftoj se çka është ajo? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë. Këto dyër janë të hapura, por gjatë muajit të Ramazanit ato mbyllen dhe nuk janë në funksion për hir të madhështisë së këtij muaji. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur hyn muaji Ramazanit, hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen shejtanët. Po edhe ditën e Xhuма mbyllen dyert e xhehenemit, shkaku i vlerës së madhe që ngërthen në vete kjo ditë. Transmeton Abdullah ibn Amri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: xhehenemi ndizet çdo ditë dhe çdo ditë i hapen portat e tij përveç të premten. Të premten as që ndizet e as që i hapen portat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përshkroi edhe cilësitë dhe nxehtësinë e zjarrit të xhehenemit, ku zjarri i kësaj bote as që mund të krahasohet me zjarrin e ahiretit. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: zjarri juaj në këtë botë është 1/5 e 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit. Sahabët thanë: o i dërguari i Allahut, edhe kaq si kjo e kësaj bote do të mjaftonte. Ai tha: kësaj do t'i shtohen edhe 69 sikur ky. Nga ky hadith kuptojmë se zjarri i xhehenemit është edhe 69 herë më i nxehtë se zjarri i kësaj bote. Zjarri i kësaj bote arrin temperaturë prej 400 Celsius deri në 4990 Celsius, varësisht nga materia e cila i nënshtrohet zjarrit. Shembull, temperatura e zjarrit të një druri të ndezur arrin deri në 300 gradë Celsius. Vallë, kemi provuar ndonjëherë të vëndojmë dorë në zjarr? Jo, sepse e dim sa i djeg. Por a nuk mendojmë se si do të jetë zjarri i botës tjetër, i cili qenë ka shumë më i nxehtë se zjarri i kësaj bote? Ne gjatë ditëve të verës strehohemi në përhije dhe mjekët alarmojnë që të mos dalim pa nevojë, kurse temperatura është jo më shumë se 40 gradë Celsius. Kurse as pak nuk trishtojmë nga xhehenemi, që zjarri i kësaj bote do të konsiderohet freskim për banorët e zjarrit. Gjithashtu, në një hadith, na bëhet me dije se ka kaluar një periudhë mira vjeçare ndezja e zjarrit të xhehenemit, derisa ka ardhur në fazën përfundimtare. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: është ndezur zjarri 1000 vite, derisa është zbardhur. Pastaj është ndezur edhe 1000 vite derisa është skuqur. Më pas është ndezur edhe 1000 vite derisa është nxirr. Ajo është e errët sikur errësira e natës. Edhe një hadith tjetër e përshkruan nxehtësinë e xhehenemit që ka ndikim edhe në klimën e kësaj bote. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: është ankuar zjarrit e Zotit dhe ka thënë: Zoti im, njëra pjesë më han tjetrën. Atëherë Allahu xhaleshanuhu i lejoi të merr 2 frymëmarrje, një në dimër dhe një në verë. Kjo është kur e ndjeni nxehtësinë më të madhe dhe ftohtësinë më të madhe, zemherir. Disa kanë thënë se në xhehenem është një pjesë e ftohtë dhe ngrirë, që kur dikush mendon se mundet të ballafaqohet me nxehtësinë e madhe, ai do të hudhet në ftohtin e madh. Por kjo nuk bie në kundërshtim me idenë e djegjes nga ana e zjarrit, sepse edhe ftohti i madh djeg. Po a kemi ndonjë shembull për këtë? Ne do të përmendim azotin, apo siç njihet në fizik, nitrogenin, i cili është element kimik që vjen në gjendje të lëngët, ka temperaturë prej -210 gradë Celsius, por edhe pse është kaq i ftohtë, nëse na bie në lëkurë, na djeg, dhe nëse hedhet me sasi më të madhe në trup, e shkrin lëkurën. Xhehenemi është shumë i thellë dhe nuk mjaftohet me ata që hidhen atë. Për thellësinë e xhehenemit e kemi dëshmi hadithin që e transmeton Utbeh ibn Gazvani radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse një gur do të hidhej prej buzës së xhehenemit, do të kalonin 70 vite derisa të arrinte në fund të saj.
Shkencëtarët kanë ardhur në përfundim se një objekt, si guri apo diçka tjetër, nëse hedhet prej lartësie, ai do të bjerë për 9 metra për 1 sekond. Nëse do të zgjaste 10 sekonda, do më thënë se ka ra në thellësi prej 98 metra. Nëse do të zgjas 1 minutë rënja, do të thotë se thellësia është afro 600 metra. Me këtë llogaritje, shohim se nëse do të kalonte 24 orë, do të nënkuptonim se thellësia është afro 1440 kilometra. Tash paramendoni, për të ra guri në afro 100 metra thellësi, duhet të kalojnë 10 sekonda. Sa do të ishte thellësia kur do të matim këtë me vite? Sipas një llogaritje të thjeshtë që ne kemi bërë, erdhëm në konkluzion se është mbi 36 milion kilometra. Por përsëri Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Në momentin e parë që njeriu do të hyjë në të, do të harrojë të gjitha kënaqësitë të cilat i ka përjetuar në këtë botë, saqë do t'i duket se asnjëherë nuk ka përjetuar ndonjë kënaqësi. Transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të merret një prej banorëve të xhenetit, i cili ka qenë më shumë i sprovuar në këtë botë. Do të futet një çast në xhenet dhe kur do të nxirret, do t'i thuhet atij: o biri Ademit, a ke parë ndonjëherë ndonjë të keqe apo diçka që nuk të ka pëlqyer? Njeriu do të thotë: jo, pasha madhrinë tënde, asnjëherë nuk kam parë ndonjë të keqe. Pastaj do të merret njeriu i cili ka jetuar më mirë në këtë botë, por është prej banorëve të zjarrit dhe do të futet në xhehenem për një çast dhe do t'i thotë: o biri Ademit, a ke parë ndonjëherë ndonjë të mirë? Ai do të thotë: jo, pasha madhrinë tënde, nuk kam parë asnjëherë asnjë të mirë. Për të kuptuar dënimin e xhehenemit, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ilustroi dënimin më të lehtë që do të përjetojë ai i cili do të futet në të, që të kuptojmë se çfarë dënimesh do të përjetojnë ata të cilët do të kenë bërë vepra edhe më të këqija. Transmeton Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: dënimin më të lehtë nga banorët e zjarrit do ta ketë ai të cili do t'i vishën nallet të zjarta në këmbë prej nxehtësisë së cilëve do t'i vlojnë trut. Xhehenemi nuk ngopet as pak dhe vazhdimisht kërkon që të hedhen të tjerë. Thot Zoti në Kur'an në ajetin 30 të surës Kaf, Bismillahirrahmanirrahim: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Por kujto ditën kur ne i themi xhehenemit: a je mbushur? Ai thot: a ka ende? Dikush mund të pyet se si është e mundur që të mos mbushet. Ne u themi se njeriu është krijesë shumë e vogël dhe nuk zë shumë vend në hapësirë. Kurse më lartë pam thellësinë e xhehenemit, e kur të mendojmë për gjithë atë thellësi, atëherë na bëhet e qartë se njeriu nuk mund ta mbushë atë. Po ashtu mund të shohim gurin e mullirit, i cili me vite rrotullohet dhe bluan misër, por nuk ndalon as pak. Pra shohim se xhehenemi është një krijesë gjigante e cila nuk mund të përfshihet nga logjika njerëzore. Atë në ditën e gjykimit do ta sjellin melekët duke e tërhequr për zinxhirët e saj. Transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do ta sjellin atë ditë xhehenemin, i cili do t'i ketë 70.000 zinxhir, në çdo zinxhir nga 70.000 melek të cilët e tërheqin. Çfarë madhësie! Paramendoni, në çdo zinxhir ka nga 70.000 melek, kurse gjithsej janë 70.000 zinxhir. Nëse shumëzojmë numrin 70.000 të zinxhirëve, ku në çdo njërin kanë nga 70.000 melek, shohim se numri i melekëve është 4 miliard e 900 milion të cilët e tërheqin atë. Xhehenemi ka edhe roje që e mbikëqyrin atë, kryesori prej tyre është Maliku, kurse zebanjet, melekët që kujdesen për xhehenemin janë 19. Edhe trupi i njerëzve në të do të pësojë ndryshim. Saqë do të rritet trupi në atë masë që mund të krahasohen me kodrat e larta në këtë botë. Transmeton Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pabesimtari do të rritet në zjarr saqë një dhëmb do ta ketë më të madh se kodra e Uhudit. Kurse në hadith tjetër që e përcjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ndërmjet shpatullave të pabesimtarit në xhehenem është sa të udhtoj 3 ditë një kalorës i shpejt. Banorët e xhehenemit do të kenë edhe ushqim dhe pije në të, por sa ato do të jenë dënim për ta e jo ndihmë. Zoti në shumë vende e përmendi pemën e zekumit, ku thot Allahu i lartësuar në ajetet 61 deri te 68 të surës Safat: e kjo pritje është më e mirë apo pema e zekumit.
Ne atë e kemi bërë për zullumqtarët. Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehenemit. Pema e saj është sikurse koka e dreqësh. Ata do të hanë nga ajo dhe do të mbushin barqet prej saj. Pastaj ata do të kenë kundrejt atij ushqimi edhe ujë të val. Mandej kthimi i tyre është në xhehenem. Po ashtu, kjo pemë përmendet edhe në disa hadithe. Prej tyre do të përmendim hadithin që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: po që se një pikë e zekumit pikon në këtë botë, do t'u aprishte njerëzve tërë jetën e tyre. E si është puna e atij i cili zekumin e ka ushqim në xhehenem? Ndërsa për pijen e tyre, thot Allahu i lartësuar në ajetin 29 të surës Kehf: ne kemi përgatitur për jo besimtarët zjarr që murët e tij i rrethojnë ata. E nëse kërkojnë shpëtim, ndihmohen me një ujë si katran që përzhit fytyrat e tyre. E shëmtuar është ajo pije, e sa vend i keq është ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sqarim të këtij ajeti ka thënë: është sikur vaj i turbulluar që kur e afron afër fytyrës i bie lëkura në të. Për pijen e banorëve të xhehenemit flitet edhe në shumë ajete tjera në Kur'an. Banorët e xhehenemit do të kenë edhe veshjet e tyre, por se për dallim nga banorët e kësaj bote që vishen për të mbrojtur nga nxehti dhe ftohti, teshat e xhehenemit nuk janë për të mbrojtur trupin, por se për ta dënuar atë. Thot Zoti në ajetin 20 dhe 22 të surës Hajj: e atyre që nuk besuan u qepen rroba prej zjarri e u hudhet ujë i val mbi kokat e tyre, që me atë u shkrihet krejt shka në barqet e tyre edhe lëkuar. Për ata janë edhe kamxhikat e hekurt. Po ashtu thot në ajetet 49 dhe 50 të surës Ibrahim: i sheh kriminalët atë ditë të lidhur në pranga, petkat e tyre janë nga katrani, kurse fytyrat e tyre do t'i mbulojë zjarri. Xhehenemlit do të qajnë në të dhe do të zhyten në lotët e tyre, saqë kur të shteren lotët do të fillojnë të derdhin lot gjaku, kurse në lotët e tyre do të mund të notonte edhe një anije. Kështu përshkruhet në hadithin që e përcjell Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu: banorët e xhehenemit do të qëndrojnë në pozita të ndryshme në të, por prej më të njohurave është qëndrimi i tyre shtrirë në bark, në bazë të hadithit që e përcjell Ebu Dharri radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa të shtrirë në bark dhe i tha: kjo shtrirje është e banorëve të zjarrit. Prej gjërave që i çojnë njerëzit në xhehenem është mohimi i Zotit, shirku, padrejtësia, mendjemadhësia dhe shumë vepra tjera të liga që nuk mund përfshihen në këtë temë, por ne do të sjellim vetëm një hadith që flet se si do të thirren banorët e zjarrit për të hyrë në të. Ndërto bëjnë pjesë edhe 3 kategori që kanë qenë të padrejtë ndaj vetes. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të del një qafë prej zjarrit në ditën e Kiametit, i cili do të ketë 2 sy me të cilat shikon, dhe 2 vesh me të cilat dëgjon, si dhe gjuhën me të cilën flet, dhe do të thotë: jam i angazhuar për 3 persona, për çdo mendje madh arrogant, për atë i cili lutet ndonjë hynie tjetër përpos Allahut, dhe për ata që bëjnë pikturime. Ajetet dhe hadithet në lidhje me xhehenemin janë të shumta, që është e pamundur të përfshihen të gjitha në këtë ligjërat, por se ne do të mjaftohemi me këto që sollëm për të treguar elementet kryesore që e karakterizojnë këtë temë. Neve nuk na ngelet tjetër përpos se të lutemi që Allahu xhaleshanuhu të na mbrojë nga zjarri i xhehenemit, siç ka kërkuar mbrojtje edhe vetë pejgamberi i Allahut. Nëse besimtari lutet Zotit sinqerisht që ta mbrojë nga zjarri, Allahu do ta mbrojë. Transmeton Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush kërkon xhenetin 3 herë, xheneti do të thotë: o Zoti im, fut atë në xhenet. E kush kërkon mbrojtje nga zjarri 3 herë, zjarri do të thotë: o Zoti im, mbroj atë nga zjarri. Po ashtu transmeton Muslim bin Harith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur ta falish sabahun, thuaj para se të flasësh me dikë: Allahumma ajirni minan nar. O Allah, më mbroj nga zjarri 7 herë, sepse nëse vdes atë ditë, Allahu do të vendos një mburojë nga zjarri. E kur të falish akshamin, thuaj para se të flasësh me dikë: Allahumma ajirni minan nar. O Allah, më mbroj nga zjarri 7 herë, sepse nëse vdes atë ditë, Allahu do të vendos një mburojë nga zjarri. Dikush mund të pyesë përse do të dënohen njerëzit kur ato mund të kenë kryer edhe punë të mira, si ndihmë të varfërve, zbulime që kanë shërbyer njerëzimit e vepra të ndryshme.
Ne themi se njeriu dënohet për krimin edhe nëse ka vepra të mira. Një njeri mund të jetë qytetar i ndershëm, respekton rregullat, ndihmon nevojtarët, por e shkel ligjin apo kryen ndonjë krim. Ai do të dënohet nga shteti për krimin, edhe nëse është qytetar i mirë. Pra, vepra e mirë nuk e arsyeton veprën e keqe. Këto janë disa fjalë në lidhje me xhehenemin, që është prej parimeve bazore të besimit islam. Kurse në ligjëratën e ardhshme, inshallah do të flasim mbi xhenetin. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.